Presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi të martën një bisedë telefonike me kryeministren japoneze Senea Takaichi me qëllim shmangjen e përshkallëzimit të mëtejshëm të përplasjeve diplomatike mes Tokios dhe Pekinit. Burimet pranë qeverisë japoneze thonë se Trump i kërkoi Takaichit të evitojë komentet dhe veprimet që mund të irritojnë Kinën në një përpjekje për të ruajtur një armë pushim të brishtë në luftën tregtare midis SBA-s dhe Kinës. Takaichi kishte deklaruar më herët në parlament se një sulm hipotetik kinez ndaj ishullit të vetëqeverisur Taiwan mund të justifikohet me ndërhyrje ushtarake japoneze që nxjerrte reagim të ashpra nga Pekini. Në telefonat, Trump nuk e detyroi kryeministren të tërhiqte fjalët e saj, por i bëri thirrje të mos përshkallëzojë situatën sipas burimeve që informuan mediat. Ky apel vjen në vazhdim e një telefonate të mëparshme mes Trumpit dhe presidentit kinez Xi Jinping, gjatë të cilës Xi i rikujtoi rëndësinë që Taiwani e konsideron pjesën e territorit të Kinës dhe përshkoi ribashkimin e saj si vendimtar për renditje ndërkombëtar post dy botëror. Analistët ndërkombëtar vlerësojnë se qasja e SBA-s në udhëheqjen e Trumpit përpiqet të balancojë midis ruajtjes së stabilitetit ekonomik dhe Pekinit dhe sigurisë strategjike me aleatët në Azinë Lindore, përfshirë Japoninë. Në Tokyo, disa zyrtarë janë shqetësuar se qëndrimi i SBA-s në marrëdhëniet ekonomike me Kinën mund të dobësojë mbështetjen amerikane për Taiwanin, një lëvizje që sipas tyre mund të nxjisë Pekinin të ndërmarrë veprime me agresorin në rajon. Në këtë kontekst, biseda mes Trumpit dhe Takaichit konsiderohet si përpjekje për të ulur tensionet dhe për të siguruar se debati mbi Taiwanin nuk do të dëmtojë marrëdhënie dypalçe për stabilitetin rajonal.